Të gjithë nxënësit e shkollës 9 vjeçare 1 Maj në Tiranë këtë fillim shtatorit do të zhvillojnë mësim në ambiente të reja dhe me kushte moderne. Projekti parashikon krijimin e hapësirave sanitare, palestrës, zëvendësimin e dyerve dhe dritareve, rikonstruksionin e sistemit elektrik, të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, por edhe të sistemit të ngrohjes dhe rrjetit kundra zjarrit. Gjithë janë të impenjuar që ne të përfundojmë brenda fatit gjithë premtime që kemi për njësinë nr. 1. E gjithë zona e Lidemit është një zonë jashtëzakonisht e populluar, një zonë që është sot ndoshta një nga lagjet më të mëdha të Tiranës. Duhet i garantoj gjithë qytetarët që teksa përgatiten për të shkuar për pushime, Bashkia e Tiranës do jetë në punë, kontraktorët do jenë në punë, Dari do jetë në punë, njësia administrative do jetë në punë për të siguruar që kur qytetarët të kthehen nga pushimet të gjejnë një shkollë fantastike. Për kryetarin e bashkisë, ky vit i parë pune ka patur në fokus të rinjt. Brenda këtij viti ne do të përfundojmë dhe 23 kopshtet, shumica prej tyre janë pranë përfundimit dhe nëse viti i parë ishte i çerdheve, viti i dytë i kopshteve, duam që viti i tretë i Bashkisë Tiranës të jetë viti i shkollave. Rikonstruksioni i shkollës 1 Maj po bëhet me një fond prej rreth 45 milion lekësh.